Pak kryeministrin Edi Rama, i cili edhe në këtë fjalë të tij lidhur me administratën publike nuk ka lënë jashtë vëmendje protestat që për më shumë se një muaj po zhvillohen tashmë në kryeqytet, por me një tjetër ton, me një tjetër këndvështrim, ndoshta duke parë nga vetja sot për herë të parë se çfarë nuk po shkon dhe pse qytetarët po dalin në protestë për te retorikës vazhdueshme se kush qëndron pas protestës. Roland Qafoku është me mua në këtë lidhje të drejtë për drejtë për të analizuar pak gjithçka çfarë po ndodh tashmë, kur ditën e dieshme kemi parë edhe një anë tjetër të protestës me përplasjen që ndodhi përpara parlamentit. Landi, mirëmëngjes, faleminderit shumë që jemi ne. Mirëmëngjes, kënaqësi që jam me ty, Esmeralda. Mirë. Në pamje të parë, ajo çfarë ndodhi dje përpara parlamentit, me atë çfarë kemi parë në, po them, 25 ditët e para të protestas, ka ndryshuar disi protesta, çfarë ka ndodhur me të? Unë mendoj që fuqia e madhe e protestës ishte pse ajo ishte paqësore. Në momentin që filloi dhuna, unë mendoj që fuqia e protestës është dobësuar. Jam dakord me disa që mendonin që ajo dukej si protestë atipike për Shqipërinë, ishte një protestë suedeze, por unë jam i bindur, Esmeralda, që pikërisht aty e kishte fuqinë ajo proteste të qenit atipike. Djem vajza të rinj të reni, madje grashta të zanë, nëna, baballar, pleq, plaka, edhe të moshës së shtyr. Pra ishin të gjitha brezat aty dhe me një paqe që kur nuk ka ndodhur në Shqipëri në këto 36 vjet, befas një moment, pra ditët e fundit kemi dhunë. Pyetja e madhe është çfarë ka ndodhur. Sigurisht që ne nuk dim të themi që çfarë e bëri që protesta të devijoi te dhuna, sepse nuk ishte kjo fuqia e protestës. Protestat të dhunshme ne kemi parë, Esmeralda, unë kam 30 vjet gazetar dhe kam parë protesta gati na është bërë fobi dhe perceptimi që kur ka protestë ka dhunë. Mjafton të sillë vëmendje në 14 ator 1998, imagjino se si mund ta mbuloj atë protestë ku tanku ishte në bulevard, tanku aty, dhe kur unë dëgjova thirrjet tani pas do të jem kryeministri, të shkojmë të diellim nga koha jonë. Ati ishin kolegët që bënin për shumë punët e paraditës dhe Radio Koha, ishin të marketingut, ishin këta të faqeve të fundit që i thoshim me kulturë, fjellkryq, dhe ai ishte një moment të merri nga kjo protestë kaq e ashpër me armë në krah e tjera, te kjo protestë paqësore aq e bukur me njerëz të paqë që kërkonin gjëra thelbësore. Unë e shikoja që ajo ishte proteste fortë, fuqishme dhe me ndikim. Protesta e dhunshme, kur ka dhunë, unë mendoj që kjo i shërben vetëm qeverisë. Dhuna nga ana e protestuesve i shërben qeverisë. A kishim akte dhunë dhe të policisë? Po kishim dhe akte dhunë të policisë. Por ne du ta shikojmë këtë si një reagim të ka pretendimi që ka sulmuar policia e para. Mund të nuk gabim, s'dua ta definoj këtë. Por ne pam dhunë aty, dhe dhunë është edhe të qellosh një grua, qoftë ajo deputete, ta qellosh me vezë. Ne nuk do donim që një njeri, një grua që është qoftë është edhe deputete e qeverisë, të qellohet me vezë. Nuk do ta shikojmë si një akt, nuk është kjo ajo që e dëmton qeverinë. Unë do të bëja që qeverinë ta dëmtonin më thojza me votë. Pikërisht e kjo, për këtë po pyes, pa u futur fare se çfarë ndodhi, kush e kishte fajin, si u bë, si s'u bë. Fakti që kalojnë në këto skena e prish bukurinë e asaj proteste, është më kollaj në këtë mënyrë të arrish qëllimin që ke, apo me mënyrën paqësore që nisi ajo protestë. Kush po e dëmtonte më shumë qeverinë, po them edhe kryeministrin? Në pozitë vështire, Edi Rama ka qenë në protestën paqësore. Në pozitë komode është me protestën me dhunë. Pse? Sepse i shikonim, mjafton të shikosh vetëm postimet që kanë bërë përfaqësues të maxhorancës.
video, foto, ja si dhunohet policia, ja dhunuesit, ja. Me protestën e paqësore, ne nuk kemi fare utulat qeveria, utulat majoranca, dhe nuk kishin ku ta kapnin atë protestë. Dhe aty kishte djemë dhe vajtë të ardhën diaspora, profesoresha, pedagog, njerëz të fushave nga më të ndryshme. Gabimi i asaj proteste paqësore që nuk pati një përfaqësi. Unë e kam thënë dhe herë tjetër, Esmeralda, precedentet e protestave në Evropë dhe në botë, po sigurisht më shumë në Evropën perëndimore, ato që kanë ndikuar më shumë është kur në krye të protestave janë vënë njerëz me profil të lartë politik, akademik, edhe politik, sepse edhe kjo që më bëjmë me dy tani quhet një lloj politike, përveçse se ne jemi gazetar. Po jo, edhe protesta qëllime politike ka, se nëse kërkon të largosh një qeveri, politikë është kjo, gjithçka. Por në qoftë se në krye të protestës do kishte profile akademike, intelektuale, njerëz publik që çdo kush nga ne mund ta bëjë një listë të tillë, ajo protestë pa diskutim që do ta vendosë akoma më në vështirësi qeverinë. Dhe ka një postulat në historinë e protestave në Evropë, kur De Gaulle në Francë, në Paris, tha, ore, është mbush Parisi, okej, thoshin është mbushur Parisi plot. Ore, Jean-Paul Sartre, është aty, thoshte? Jo. Kur doli ai, atëherë u zgjidh çështja. Kjo është që do të bënte Shqipëria, që do bënte protesta. Por kjo nuk ndodhi. Informacioni që kam unë di që u është drejtuar disa figurave publike, politike, intelektuale dhe akademike, dhe ata nuk kanë pranuar. Por nuk ishte kjo zgjidhja, sepse ka të tjerë që ne mund pranonin dhe mund ta merrin në dorë drejtimin e protestës. Sepse nga kjo protesta që bukur kaloi në kaotike, sepse ti nuk e shmang dot një rrymë që nuk është normale. Aty ka diversitet të rrymave, të njerëzve të ndryshëm, të faksime të ndryshme, dhe ti nuk i thua dot atij që ikti nga protesta se unë dua protestën të bukur. Jo, por protesta duhet të ketë një kokë. Dhe ato debatet